Coach, had this very intense game. You had 20 points lead in the first period, 22-2, and then Vllaznimi slowly came back. In the end, it was very dramatic. They came to 2 points advantage. What decided the game? What was the key factor of the game? Part of the key factor that we had maybe the last moment, we had Kenny who used his experience and steal the ball. That's in the last moment. But why we come from 20 to this, it's the first half we missed so many layups in the fast breaks. And we couldn't continue the same rhythm in defense. You know, we play Wednesday, Sunday, and we missing this rotation, 3 players in rotation, and we keep them, the same players, 35 minutes, and we used to play good defense. And when you get tired, you stop to play good defense. When you stop to play good defense, you don't play good offense. This is like that. Next game now against Uli in Theranda. We will have same problem here, the same rotations, short rotation, miss 3 players, I don't know. We will give off the players to get the rest. I hope we will have energy, but they have much bigger rotation, and they have a really good team, and they play their home. So, and they are winning everybody until Endrit is the coach. So Endrit is doing a great job. And again, we will see the game between the professor and the student. No, he's good. No, I don't know. I'm nothing. Okay, thank you very much. Minus 20 arrit kishit e përsi, keni kontrolluar ndeshjen në pjesën e parë. Në fund Vllaznimi arriti që të afrohet në 2 pikë, 75-73. Çka ishte karakteristike kësaj ndeshje? Çka ishte momenti kryesor i kësaj ndeshje? Tha po ai topi të cilin e vjedhi Kenny Hasbrook, dhe përvoja e tij ajo e vendosi ndeshjen, ndërsa saj përket faktit pse kemi leju që të bim nga 20 pikë dallim në vetëm 2, tha është lodhja, padyshim jemi duke, po na mungojnë 3 lojtarë në rotacion, definitivisht tha është ajo që po na penalizon, lojtarët janë lodh, 3 ndeshje brenda 7 ditëve, dhe kur nuk luan mbrojtje të mirë, në pjesën e parë mbrojtja ishte ajo e cila ka vendos, po ashtu kemi huqur shumë raste nga depërtimet e lehta, nuk kemi realizuar 2 pikë, e më pas në pjesën e dytë na ka mbri edhe lodhja, dhe kur nuk luan mbrojtje të mirë dhe i lejon kundërshtarin, atëherë kjo ndodh. Ky është një problem me cilin duhet të ballafaqohemi, do t'ju jap pushim lojtarëve të mi që të përgatiten, i pyetur pra për ndeshjen e radhës me Yllin, e cila nuk do të jetë as pak e lehtë në 13 qershorin në Tiranë, po tha Ylli momentalisht e ka ekipin me rotacionin më të mirë, në thellësinë më të mirë edhe të bankës në Superligën e Kosovës në Kosovë, dhe tha definitivisht ka me qenë shumë vështirë, duhet të pushojmë, ndërsa në komentin tim se përsëri do të shohim përballjen mes të mësuesit dhe nxënësit, e kam fjalën për Endrit Elshanin, i cili po udhëheq Yllin në mënyrë perfekte në këto javët e fundit. Tha do ta shohim, tha Endriti është trener shumë i mirë, nuk do të jetë as pak lehtë, pra na pret edhe një ndeshje fenomenale kësaj herë, ndeshja e dytë çerek finale e Kupës Kosovës mes të Golden Eagle Yllit dhe Trepçës, ku ndeshjen e parë në Minatori e kishte fituar Golden Eagle Ylli në atë ndeshje fantastike me 30 treshe të realizuara, 17 Ylli dhe 13 Trepça. Pra, mos e lëshoni asesi nga unë, Agon Fehmiu, kaq për sonte nga Shani Nushi, po ashtu në emën të ekipit realizues të Oksigenit në Artmoshën, e ju vazhdoni të qëndroni me ne. Bashkimi do ta përmbyll sonte xhiron e 16, e sonte në kuadër të emisionit Sport Show në Klan Kosova do të flitet për basketbol dhe temat më të nxehta, situata rreth Sigal Prishtinës, zgjedhjes dhe dorëheqjes Bek Berishës, kandidatura e Granit Rrugovës, e shumë tema tjera interesante nga ora 22:20 sonte në Sport Show në Klan Kosova.